E tani këtu duhet të diskutojmë. Prandaj them, familja hysa që u godit nga sanksionet e linjës Trump kanë të bëjnë pikrisht me veprimtarinë e zotit Rama kundër Donald Trump nga 2016 në vazhdim. Nuk mund të shpreh më shumë sepse është e kohë të ripërsërisë të njëjtat fjali që i kemi thënë ne. Por ti ta dish dhe opinioni publik që na ndjek dhe duke i falendëruar gjithmonë për like-et e tyre dhe komentet të bukura që bën të jashtëzakonshme, dua t'i them, ne ju themi të vërtetën, jemi koherent në atë që themi, nuk shpifim, nuk ulim njerëz, por thjesht ju kërkojmë që vigjilenca, por edhe reflektimi, edhe përpunimi i mesazhit që japim, duhet vinë në favorin e familjes tuaj përpara dhe mos u bëni militant duke pasuruar familje të tjera, të cilët ju i mbani nga mes deri ndark me para. Dhe ndërkohë ju jetoni në varfërinë ekstreme. Kaq them. Në rast se doni, vazhdoni, jeta juaj bëni, çfarë do shpirti. Por ne ju a themi që ju a parandalojmë këtë fenomen. Edhe një pyetje sa i përket pjesës së Edi Ramës në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Administrata Trump ai ka dërguar, po themi, atë zarfin e zi, siç ua dërgojnë liderëve të tillë autokrat në zyrë kryeministrit Edi Rama, dhe nga ana tjetër ai ka tërhequr veshin vet Altin Dumanit, por edhe Spakut si institucion për të vepruar sa i përket dosjes së Charles McGonigal. Jo, t'jemi prerë këtu përsa i përket Spakut, këto takime nuk kanë të bëjnë me arritjet e këto që flasin për krimin organizuar, arrestoni këtë, thjesht është një mesazh i përgjithshëm që inkurajojmë si institucion që luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin, të vazhdoni aksionin tuaj përsa i përket luftës reale me prova dhe fakte, dhe jo statistika dhe për korrupsionin dhe për krimin organizuar që ka bërë Spaku vazhdimisht dhe këto 3 vitet e fundit në mënyrë të jashtëzakonshme. Zoti Dumani duke prodhuar vetëm statistika që sa të kënaqë zoti Rama që fut në burg njerëz të cilët janë pa prova. Zoti Dumani nuk ka mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është një mashtrim publik që populli duhet të thotë që derisa u takon me amerikanët ka një mbështetje zoti Dumani, jo amerikanët mbështesin institucionin si godinë dhe si frymëzim derisa është edhe amerikan në kuptimin e fjalive të mëdha. Dakor, po ambasada amerikane kishte nxjerrë njoftimin, një moment, ambasada amerikane kishte nxjerrë njoftimin që rifillon punën normalisht pas përfundimit të mbylljes së qeverisë dhe në foto kishte zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit. Aty i ngeli atëre kur dha njoftimin që po mbyllim Facebook-un dhe sa po erdhi e drejta për të dalë në Facebook, doli dhe tha mbështesim, tha. Dëgjoj mua tani. Tani tani një ambasador del në Facebook sikur Facebook paguhet tani. Po jo, ishte foto e Mark Fleming me Altin Dumanin. Paguan ti lek në Facebook, më kur hap Facebook-un për të parë. Po nuk ka lidhje ajo prapë. Jo, dëgjoj mua. Paguan ti lek, po lektorën çesharake më tallin Po nuk ka lidhje ajo, po thosha diçka tjetër tani. Edhe një herë po them, për punën e kësaj të Facebook-ut që hapet dhe mbyllet. Po jo, nuk ka lidhje Facebook-u më punë. Po di më ku e ke ti hallin te thelbi fotografisë, po le të them unë atë që dua. Çfarë dua të them? Okej. Të foto që ti pe ishte një foto tradicionale që ndodh vazhdimisht. Edhe Yuri Kim nuk thoshte godis. Po nuk është pas simbolika ajo, se është zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit. Po Yuri Kim pinte kafe me Rion Veli e thoshte luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin? Po. O arrestoi Rion Veli për korrupsionin? Po. Tani ky tjetri erdhi dhe thotë, edhe ky këtë do thotë, ti mendon se ai funksionar publik amerikan do vi të thotë mos luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin? Është absurde, s'do ndodh kurrë kjo gjë. Prandaj po them, lere çfarë ndodh tek përmbajtja e fotos. Tek përmbajtja e fotos është pikërisht kjo gjë. Çfarë? Kur është me u godit opozita, e përdorin foton amerikane dhe fillojnë marrin sanksione kundër opozitarëve. E thënë, e bërëm këtë se e kishim Shtetet Bashkuara të Amerikës. Puf, ulet ai niveli popullit që thotë, ha më qa pse e bërën këta, o militar, po na erdhi ky nga jashtë këto.
Pra e kupton populli që ta haja të sapunin për djath, ti ngeci pastaj. Prandaj them që mos shikoni foton dhe përmbajtjen e fotos. Është kod. Asnjë funksionar publik ndërkombëtar nuk do vinë të thonë këtu çfarë bëret ju, luftuat krimin organizuar, turp nuk keni, kur nuk ndodh kjo. Prandaj po ju them, funksionarët amerikanë që vinë është një atu për këta që janë në SPAK, që fillojnë të thënë qa? Bardhin brenda. Qa? Zhllima, flet edhe ky për SPAK, brenda, qa? Korrupsion, s'ka problem. Brenda. Pra, e kupton si është situata. Sa herë vjen një funksionar dhe thot luftoni krimin organizuar, ata marrin të mëgjet thonë, emir, brenda. Brenda, s'ka gjë, prova, s'ka problem. Mos qesh, është e vërtet, kam dosje, vlla, kam dosje dhe është e tmerrshme. Kanë fut njerëz zore pa prova, më di ç'a, e çe bën bandave kriminale, do them në temën tjetër kur të kemi. E çe bën brava bandave kriminale? Nuk kapi njerëz që janë të bandave, ke njerëz që kanë procedim penal, thënë merr gjithë listën aty, shkojnë në arrestojnë të shtëpia dhe futeni këtu brenda. Se biznes o vlla. Biznes, statistik. Mblidhen gjithë këta Renea, kështu shkojnë bëjnë aksion, fushkruajnë nikël këtë. Kanë mbaruar sapet ai me drejtësinë, këta shkojnë e varrasin e futin në burg aty. Familja nga mrapa duke e mbrojtur kështu. Të lutem, duhet të jemi serioz më. Duhet të jemi serioz më. Nuk është SPAK-u ashtu siç mendoni më. SPAK-u ka i thit situata. E pe rasin e rinasit. E pe. Sa mesazhe dha? Po, do ndalemi më pas aty, do ndalemi më pas. Po të thuaj pastaj. Po të ndalemi ka luftuar SPAK-u krimin organizuar. Që i thot ky amerikano, kinezi, australiani, çfarë është? Luftoni krimin organizuar. Sa e kanë luftuar? E ke dëgjuar Dumani çfarë thot? Na stilni kallëzime penale. Pse ti ekziston çështja e kallëzimit penal ti kundër krimit organizuar dhe unë? Pse na e mban? Jo të themi realist, na e mban ti këtë që ne kallëzim penal. Kjo është vërtet. Edhe unë të jem kështu, zoti Dumani, në datën kaq, ti vetëm duke e menduar që do bësh një kallëzim penal, ti nuk e din sa OPG janë të lidhur me krimin, sa policia janë të lidhur me krimin, dhe ti sa të çësh kallëzimin, pastaj funerali është kështu për ty. A e kupton tani? Prandaj ti jemi realist tani për këtë gjë tani, mos të them gjërat popullit budalliqe nga mis deri në darkë. Ku ekziston kallëzimi ndaj krimit organizuar apo grupeve të strukturave kriminale? Këto luftojnë në flagrancë. Dhe ata nuk marrin masa të luftojnë në flagrancë. S'do thjesht statistika. Edhe për korrupsion, statistika. Futën këte president, futën këte kryeministër, e unë bëra nami, po pas shumë vitesh, ma e që Dumani do pendohet. Mas shumë vitesh do dalin nga vetë Amerika, do dalin përgjime të funksionarëve të saj të cilët ka qenë në dëm të sovranitet të një shteti. E di kur do dalin? Ku shteti që është në një krizë, do përdorë që dali Amerika është siko, ne i pam, këta ishin tanët, po ne po ja themi që këta ju a bërën këte grobë, po nuk ja bërëm ne, po ja bërën ato për qëllim X dhe dë gjërat. Edhe aty ku shikosh ti të përfshirë prokuror, po dalin pak më vonesta, nuk dalin direkt, se Amerikanët kanë diçka të bukur, të përdorën, të skanojnë, të fusin në kurthe, ti mendon se kurthet janë privilegj që do marrësh në azile dhe familje dhe atë çosh në Amerikë dhe kështu, të fusin aty në grobë kështu në borxhe nga mes deri në darkë, dhe në fund fare thënë, më fal, nuk merremi ne me çështje të brendshme, zgjidhe hallin me shtetin tënd, ne kaq kishim mundësi monitorimi dhe mbështetje. Prandaj them, këto fotografi, këto pikpamje dhe këto nënkuptime kanë. Të ndalemi pak tek çështja e Arben Ahmetajt, ku drejtësia shqiptare kërkon ekstradimin e tij nga Zvicra për të përballur me akuzat që SPAK ka ngritur ndaj tij, sidomos ndaj çështjes kompanisë Buka. Në këtë rast Arben Ahmetaj ka reaguar duke thënë që kërkesa ka qenë e vjetër dhe se gjithçka që po ngre SPAK-u tani është një tymnaj mediatike. Ju si mendoni në këtë rast, a do të vijë Arben Ahmetaj të dëshmojë në SPAK dhe a mund ta fundosë ai Edi Ramën, Belinda Pallukun dhe gjithë ato që ai ka konsideruar si organizatë kriminale? Unë të jem realist me ju, do them që zoti Ahmetaj ish kryeminist, zëvendës kryeministër në Republikën e Shqipërisë dhe shoku i ngushtë Edi Ramës e kuptoi me shumë vonesë që Edi Rama
ja bëri vorrin dhe ja bëri gropën. Tani, ky individ a do ekstradohet në Shqipëri? Për mua, ai duhet të vinë në Shqipëri dhe thjesht të dëshmoj me emër dhe mbi emër çfarë kanë parë syt e tij dhe çfarë kanë dëgjuar feshët e tij në drejtimin e Shqipërisë nga zoti Edi Rama, po ja them nga 2017 nuk më merr më poshtë. Duhet të bëhet një dëshmitar i vërtet, i fortë, i mirë për të arritur objektivin që të shpëtojë dhe veten e tij dhe familjen e tij, por në të njëjtën kohë dhe popullin shqiptar në rast se don ta shpëtojë popullin shqiptar dhe duhet të kemi parasysh që ai din shumë të vërteta dhe këto që thot janë shumë pak të vërteta.